Në qoftë se ti larg qoftë, do ishte një nga deputetët e PD-s, so them larg qoftë se ti s'kishe shanse. Kishe i mundësi që ta kishe përballë zotin Berisha. Me shumë qetësi, me elokuencën tënde, me atë fjalorin tënd që herë është therrës, herë është pickus, herë është, por aman është i drejtë. Çfarë do i thoshe? Ma përkufizo sikur ti improvizoj kishe Sali Berishën përpara dhe do i thoshe, o doktor, vazhdoj titën. Asë gjë. U abite, Po ti për çfarë flet dark në dark pasaj për studio? Si ka futur unë nuk i drejtojmë Sali Berishës. Po ku ti drejtoj? Këtë si përshkruaj ti tani, këtë mundësi, unë e kam pasur. Ja the? Ja kam thënë, çka kisha për të thënë. Berishës? Po, pse kam thënë ai herë për çfarë si kam. Po më jash, ju bandaj ftohtë. Me bisedë konfidenciale rreth një ore ca. E Berishën? Po. Dhe çfarë the? Kokë më kokë dhe i thash ç'kisha për të thënë. Po ma thuaj çfarë? Është konfidenciale, ideja është e tillë. Po pak përgjithshme. Unë uftova me ftesë të kryetarit të Partisë Demokratike në 2018-19 mos gaboj, kur ishte Këshilli Kombëtar, Basha. Me telefonat pas mesnate, ku u premtua fast track në PD. Dhe fast track në PD ti e kupton çfarë thotë. Dhe kur i thash, unë nuk e di ç'është Këshilli Kombëtar, se unë jam kanar komplet nga institucionet e partisë. Unë nuk e dija. Më tha, është organi më i lartë i drejtimit. Po mirë, po mos më njeh njeri aty. Si do votoj unë? Ta premtoj unë, tham. Dakor. Kur unë vajta në Këshill Kombëtar, mu pa dashje kanë ardhur me bën hero. Pse? Sepse unë isha ai pedagogu që bëri atë fjalimin 2 minutësh dhe që mu pre fjala. Nuk e di e mban mend apo jo. Po, e mbaj mend. Mu pre fjala. Dhe unë s'thash asgjë, unë e di si hapa unë atë fjalimin. Se unë nuk isha përgatitur për fjalim. Po. Duke ndërur 5 orë aty në sallë, duke dëgjuar opiumin e budallëve aty, më tha kryetari do bësh Bart Kadilli më thotë atëherë, më tha kryetari do mbash fjalimin. Them, o zotri, unë nuk jam përgatitur për fjalim, do të shkoj freestyle aty. Jeni të sigurt apo jo? Po. Por po tha e bën ti. Ore, jeni të sigurt apo jo se e bën? Shkoj aty me fjalimin, unë hapa fjalimin kështu i them. Adeu është lakuriq. Prap, s'po dëgjon deri. Adeu është lakuriq, kam thënë 3 herë. Adeu është lakuriq, është poezia e dajës së time më, Trifon Xhaxhikës. Trifoni që e vran, që po shkatuan. Që e përshkatuan për këtë poezi. Mi po aty salla ishte mbush me debila që nuk e dinin rëndësinë e poezisë Adeu është lakuriq. Poeti, një nga poetët e mi të dashur dhe një homazh për atë poet të jashtëzakonshëm që pak e përmendin, pak ka marrë atë vlerë që duhet merrte dhe ka bërë akt duke lënë sublim duke lënë dëshmi. Por sublim. Dhe gjyqi i Trifon Xhaxhikës, daje ti më. Do të Dajo, prandaj maman e përsekuton. Dhe kuptoj logjikën. Dajo i mamas. Po. Dhe pra, logjika është e tillë që ai zotria e bëri gjyqin publik, duke ti besoj ke lexuar apo jo. Është bërë gjyqi me tragjike, ka qenë dhe ushtarak, oficer. U është bërë gjyqi me se tërë oficerët i bëjnë kështu komunist, po jo mos ishin tërë oficerët komunistë. Është bërë gjyqi me altoparlant. Dhe në fund, për një pozita nëse të pushkatojnë, pushkatojnë. Mos u mërziti tha mamas. Mamas vetë tha mos u mërzit mamaj. Sa vjeç që mama? Se mbaj më. Po që ky u përshkatu diku te 29-30 vjeç diçka tillë. Si kishe po 30 vjeç. Si kishe po 30. 30 vjeç. Nëse. Po dhe ti thej që poezinë e Adeu Lakuriq s'po kupton njëri fare. E them kjo parti ka nevojë thash për menaxhim, se ju dëgjova fjalimet tuaja thash, po ju po i flisni honës. Nuk po i flisni njerëzve. Ju do të kanë nevojë për organizim, kanë nevojë për inovacion. Që jeni çik kreativë, se keni ngel parti fshatarësh. Aty ishte ndërprerje, dhe mirë pafshim. Si u thënë, jeni kthyer në parti fshatarësh? Po ashtu pra ishte. PD-ja. Por të shikoj pallatin e Kongreseve ti, e di si mu duk vetja kur vajta atje? Si ishte? Si në Kakavi 96-ën. I mbushur me emigrant hallexhin të gjithë me veshur me të zeza. A thua ti ishte një vaki e madhe. Të gjithë pallatin e Kongreseve veshur me të zeza. S'kishte një grua, një femër. Të gjithë buash pinë cigare brenda aty si në 96 më themon. Si ishte kjo? Pinë cigare aty brenda pallë kongresit, ishte bërë të ndaj një. Po dhe në pallat e kongresit në Kakavinë 96-ën? Po pra. Ashtu më duhet pra atje. Zero disiplinë, zero imazh, zero paraqitje, zero kod veshje, zero balancë me femra. Zero, një grup burrash aty që të gjithë kishin ardhur për të shtyrë ato të vetat dhe në fund e dinin që të gjithë budallet që në votat e tyre nuk do votojnë. Mirë, dhe çfarë ndoi pastaj atë më arrit finalet që ishte mirë Bashës, po Berishës. Atëre, për ta thënë shkurt, i thash. Të bëj unë atë që bëri Edi Rama me PS-n, i thash. Të hy në një nga mbledhjet drejtuese të PD-s, i thash.
të mbaj prap fjalim si që mbajti Rama dhe i thash. Po më duhen 5 veta që kur unë mbaroj fjalimi i thash, të mos jem prap armiku popullit i thash, si që isha aty. Po më duhen 5 veta për dorë trokitur i thash, sepse aq duhen për të filluar ndryshimin. Çfarë tha Berisha? Se bëj dot, tekstualisht. Do të thënë Berisha nuk të jepte 5 mbështetës, jo duhet trokitës. Fjalia ishte nuk e bëj dot, kaq. Do të thënë që ti nuk jep. Dhe unë jam njeri shumë i ftohtë. Nuk më intereson pse se bën dot. Shqiptarët janë Do ti në mënyrë i the ikti doktor se do vi unë. Kultura jonë është mediokre. Jo, një sekondë. Dhe unë do të pyes ty, pse se bën dot? Bashë, kjo është tipike shqiptare. Unë ndaloj aty. Okej, do të ti në mënyrë i the Berisha se ikti të vi unë. Jo, nuk i thash ikti të vi unë. Po si? Unë i thash ti i Basha të vi unë. I kisha gati të gjitha instrumentet. Dhe Berisha të mos vinë fare. Nga mbështetja nga jashtë. Dhe Berisha të mos vinë fare. Ore, Berisha të vinte të bënte ç'do donte më zotëri. Po Berisha kur vinte për kryetar o rezerv, nuk vinte Berisha për dua trokitur ty. Nuk e dija këtë kontekst në atë periudhë që kam folur unë. Dhe ideja është që nuk e mendonte hiç që Berisha do bëhesh prap kryetar. Po që kjo është rrethanore tjetër gjë komplet. Dhe ideja është se po do, dakor, faleminderit, ore shëndet të mira, mirëpafshim, ka qenë kontakti i fundit atëherë. Kaq, po jo, ti thua tani Berishës që si është situata tani. S'kam asnjë gjë për të thënë. Tani këtu s'u besoj fare. Ta them sinqerisht. Këtu s'besoj fare, sepse bëj gjithë kritika. Po s'janë kritika për Berishën. Po për kë? Ti shoh, gabimi konceptual është që të gjithë thonë që është Berisha aty. Po kush? S'është Berisha vetëm. Po çfarë? Berisha është në ajër, është si mbreti Lakuriq. Berisha aty është gjithë Partia Demokratike. Berisha është si mbreti Lakuriq? Po. Aty është gjithë Partia Demokratike që do shkrirë komplet. Që shkrirë për mendimin tim, vetëm ata s'po e kuptojnë. Por po mbajnë tullat që janë për të mbajtur tullat. Po mbajnë një shpresë me mendimin që Edi Rama do vdesi apo do iki nga të huajt. Pra kjo është shpresa, e kupton? Kjo është shpresa e këtyre që Edi Rama do iki. E vëre? Do ta heqin. Na s'bën asnjë, jo, do ta heqin të tjerë, do të huajnë. E kupton? Na s'bën asnjë prekupim, asnjë mundim. Do na vi radha. Mirë, po këta kanë 12 vjet që 13 vjet që presin radhën. E një ndër arsyet që unë vlerësoj me rezerva të mëdha shoqërinë shqiptare, ishte se në 2021-shin Basha erdhi me pretendimin që tani është radha jonë. E mbamen? Po. Tani një herë po, 2 herë po, 3 herë s'bëhet kjo punë, e kupton? Erdhi Basha dhe shoqëria shqiptare vetëm me idenë se Partia Demokratike 2021-shin erdhi me logjikën tani është radha jonë, që i vën bidonin aty, i vuri tapën. I vuri tapën çfarë do të thonë? I vuri tapën PD-s, pra, në 2021-shin për mendimin tim mbaroi oksigjeni PD-s, filloi degradimi ja ku jemi sot. PD-s kupton që në perceptimin publik nuk ka Parti Demokratike. Dile fol me njerëzit. Ashtu siç nuk ka LSI sot në perceptim publik. Apo lëvizja çajm rin ka vënë sot. Partia e Lirisë. Partia e Leshit, e kupton? Nuk ka pra në perceptim publik. Këta janë delirant që rin brenda kështjellës së tyre, si ja princesha e Shrekut, dhe presin Shrekun edhe. Pra publikisht, po sepse ti u drejtohesh njerëzve, nuk i drejtohesh vetë çunit hallës dhe dajës. Ai është parti politike. Apo luaj perceptim publik. Tani aspiron për të qenë ti drejtuesi i opozitës? Jo, s'kam asnjë aspirat për të qenë drejtuesi i opozitës. Po dhënë ti pa dhe pas ka pasur një ndërmend tamam. Po isha pa fëmijë atë. Tani sa fëmijë ke? Isha 3. Të drojnë. Faleminderit shumë. I ke të vegjël? 2 janë 1 vjeç, 1 është 2 gjys. I ke biljard. Në këtë moshë që janë akoma të faleminderit. O çfarë? Mirë, nuk të pengon ty të shkretari i partisë që ke 3 fëmijë. Nuk të pengon kjo se. Jo, është proces. Absolutisht, po, dakor. Absolutisht, po. A do ta bëja? Po se bëre ti kush do bëj? Me gjithë mungesën, do të them, do ta bëja shumë mirë me thënë drejtën. Me vërtet? Po, për zotin. Po s'e zgjaron pasaj. Ta bëja shumë mirë. Po se nuk është çështje e gare kjo punë. Po ç'është? E kam provuar unë këtë punë. Ku ke? E kam provuar në 2018 me një mikun tim shumë mirë. Dhe ne nisëm një nisëm që ishte lëvizja, ishte me bosh të djathtë, liberale tregut, alternativa quhesh. Asë di njëri fare. Jo, e ke pabim, se diti po bëri shumë zhurmë. Pyet kolegët tu gazetar. E kam parasysh çfarë po thuaj. Pyet kolegët tu gazetar. gazetar. Ore atje të PD, atje ta trondizë se ta shkundësh të partiore, se po e shkundët parti, ke shkundur Shqipërinë ore, se ti the PD-ja Lakuriq edhe Shqipëria si Trifoni. Dakor jam. Shqipëria është Lakuriq për mendimin tim, jo ti është PD. Po që nuk e shoh atë lloj organizate më që ka nevojë për proces.